Çdo të thotë të mbështetesh te Zoti. Të mbështetesh te Zoti do të thotë të pranosh si Zoti është drejtuesi yt. Të thuash: O Zot, unë e kam lënë në dorën tënde që ti të zgjedhësh atë që është më e mira për mua. Nëse në një marrëveshje tregtare kërkon një palë të tretë që të jenë drejtues, a do të dyshojë në sinqeritetin dhe qëllimin e tij? O Zot, unë ta kam lënë ty në dorë që të më zgjedhësh këto halle. Mbështetu te Zoti, forcoj lidhjet e tua me të, dhe të jesh i sigurt se kur nuk do të humbasësh. Një ditë, profeti paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe shokët e tij ishin shtrirë për të pushuar në hijen e pemëve. Ai e kishte varur shpatën në degën e pemës. Teksa po flinte, vjen një jo besimtar, merr shpatën e tij dhe e zgjon duke i thënë: Kush të mbron prej meje? Profeti paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të i tha: Zoti do të më mbrojë prej teje. Në çast, jo besimtari t'i ra shpata nga dora. Profeti paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të e mori shpatën dhe i tha jo besimtarit: Po ty, kush të mbron prej meje tani? Jo besimtari i tha: O Muhammed, të lutem, mos u hakmarr më shumë se ç'duhet. Unë nuk të bëra gjë. Dhe profeti paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të e fali. Hoping everything's alright. I used to be so forlorn to the day you were born. You saw my baby.